Plan 30 ditor mësimi, tregtim online java 2, analiza teknike dita 13, kombinimi i drejtimit të tregut të mbështetjen të ndërtimi setupit personal. Dita 13 është dita kur gjithçka që ke mësuar deri tani fillon të lidhet në një sistem të vetëm logjik. Deri më sot ke mësuar pjesët veç e veç. Nga kjo ditë, fillon të mendosh si tregtar, jo si nxënës. Qëllimi i ditës 13 është të mësosh si kombinohet drejtimi i tregut me zonat e mbështetjes. Të ndërtosh setupin tënd personal të thjeshtë dhe të kuptueshëm. Pse kombinimi është thelbësor. Asnjë element i vetëm nuk mjafton. Vetëm drejtimi i tregut nuk jep pikë hyrjeje. Vetëm mbështetja nuk tregon drejtimin. Vetëm modeli i qiriut nuk ka kuptim pa kontekst. Fitimi nuk vjen nga një element i vetëm, por nga përputhja e disa elementeve të thjeshta. 2. Rregulli i parë, gjithmonë fillon nga drejtimi i tregut. Para se të mendosh për hyrje, pyet gjithmonë. A është tregu në rritje? A është tregu në rënje? Apo është pa drejtim të qartë? Ky hap bëhet gjithmonë në grafikun ditor. Nëse tregu është rritës, mendon vetëm për blerje. Tregu është rënës, mendon vetëm për shitje. Tregu është pa drejtim, nuk tregton. Mos e detyro tregun të përshtatet me dëshirën tënde. 3. Rregulli i dytë, gjej zonën e mbështetjes në drejtimin e tregut. Pasi ke përcaktuar drejtimin, hapi tjetër është të gjesh zonat ku çmimi është ndalur dhe kthyer më parë. Në trend rritës, mbështetja ndodhet poshtë çmimit. Rikthimet drejt mbështetjes janë mundësi. Në trend rënës, rezistenca ndodhet mbi çmimin. Rikthimet drejt rezistencës janë mundësi. Nuk blejmë në mes të askundit. Nuk shesim në panik. 4. Rregulli i tretë, prit rikthimin, jo shpërthimin. Filestarët hyjnë kur çmimi po lëviz fort. Tregtarët e duruar presin rikthimin në zonën e duhur. Rikthimi i mirë ndodh brenda strukturës së tregut. Është më ngadalshëm. Ka qirini më të vegjël. Ky është momenti ku tregu ofron hyrje me rrezik më të ulët. 5. Rregulli i katërt, kërko shenjë nga veprimi i çmimit. Kur çmimi arrin zonën e mbështetjes ose rezistencës, nuk hyr menjëherë. Pret shenjë refuzimi. Shenjat e zakonshme janë shiri me bish të gjata, shiri përfshirës, mbyllje e fortë në drejtimin e trendit. Zona tregon ku, qiriu tregon kur. 6. Si duke një setup i thjeshtë dhe i saktë. Një setup i mirë ka gjithmonë këto elemente. Drejtim të qartë të tregut. Zonë mbështetje ose rezistence të dukshme. Rikthim të çmimit në atë zonë. Shenjë refuzimi nga qiring. Nëse mungoni nga këto, setupi është i dobët. 7. Ndërtimi i setupit tënd personal. Tani është momenti të ndërtosh rregullat e tua. Jo të kopjosh të tjerët. Shembulli një setupi personal. Tregu duhet të jetë rritës në grafik ditor. Çmimi duhet të rikthehet në një mbështetje të qartë. Rikthimi duhet të jetë i qetë, jo i vunshëm. Duhet të shfaqet qiri refuzimi. Hyrja bëhet vetëm pas mbylljes së qiriut. Këto rregulla i shkruan dhe nuk i shkel. Setupi nuk është për të fituar gjithmonë, por për të mbrojtur veten kur gabon. 8. Gabime të shpeshta në këtë fazë. Krijimi i setupeve shumë të ndërlikuara. Ndryshimi i rregullave pas çdo humbjeje. Hyrja pa përmbushur të gjitha kushtet. Mungesa e durimit. Një setup i thjesht, i ndjekur me disiplinë, është më i fortë se 10 strategji të paqarta. 9. Ushtrim praktik për ditën 13. Hapi 1. Zgjidh 3 tregje të ndryshme. Hapi 2. Në secilin. Përcakto drejtimin në grafik ditor. Shëno zonën kryesore të mbështetjes ose rezistencës. Hapi 3. Shiko rikthimet drejt zonës. Hapi 4. Shkruaj. A plotësohen rregullat e setupit tënd? Pse po ose pse jo? Pa tregtim. Vetëm ndërtim sistemi. 10. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 13? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh se setupi është bashkim elementesh. Mos hysh pa kushte të plota. Fillosh të mendosh në mënyrë sistematike. Kesh rregulla të shkruara. Përfundim. Tregu nuk shpërblen zgjuarsinë e momentit. Shpërblen disiplinën afatgjat. Kush ka një setup të qartë, ka qetësi. Kush nuk ka rregulla, ka vetëm shpresë.